Një proces gjyqësor që ka zgjatur për më shumë se 10 vjet, po shkon drejt fundit. Në gjykatën themelore në Prishtinë mbajtën fjalët përfundimtare në rastin Drenica 1, ku kryetari i Skënderajt Sami Lushtaku, së bashku me 7 të bashk akuzuar, ngarkohen për krim të organizuar dhe friksim të dëshmitarëve të mbrojtur. Në seancë, prokuroria këmbguli se provat e administruara gjatë procesit mbështesin aktakuzën. Dal nga dal erdhëm deri te përfundimi i kësaj çështje gjyqësore të gjatur, të cila aktakuz ishte ngritur nga ish prokurorët e Oleksit, mirë po për shkak disa veprimeve të gabimeve teknike procedurale, ishte kjo arsyeja pse gjykata dhe prokuria patën vonesa në zgjidhjen e kësaj çështje penale. Mbrojtja në anën tjetër kërkoi lirimin e të gjithë të akuzuarve. Prokuroria po kërkon nga trupi gjykus që t'i besohet një dëshmitari i cili pas ka dhënë një deklarat në fazën e hetimeve në rastin Drenica 1, e pas ka ndryshuar deklaratin në shqyrtim gjyqësor në rastin Drenica 1, unë në fjalën time përfundimtare, nderuar anëtar trupi gjykus, do të fokusohem në këto shtylla. Në ne do të fokusohem të çështja e paraburgimit dhe fakti se si ka mundësi në mënyrë objektive të pretendohet se dikush që ka qenë në paraburgim në burgun e sigurisë së lartë pas ka pas mundësi që ta organizojë një grup për me ndiku në dëshmitar. Vetë Sami Lushtaku e quajti procesin të motivuar nga aktakuza ngritur vite më parë nga Oleksi dhe tha se ndihet i pafajshëm. Se ja 13 vjet persekutohem nga drejtësia e Oleksit, pa argumente dhe pa fakte, nuk ka bazë juridike që unë të akuzohem për diçka që nuk kanë pas lidhje. As dëshmitarit që nuk kanë qenë dëshmitar drejt për drejt ndaj një. Rasti Drenica 1 lidhet me pretendimet për ndikim mbi dëshmitarët gjatë procesit gjyqësor për krime lufte, ndërsa aktakuza ishte ngritur fillimisht nga prokurorët e Oleksit. Aktgjykimi në këtë rast pritet të shpallet më 28 korrekt në orën 13:10.